Me qenë se është në natyrshmërinë e njeriut me pas gabime gjunahe, atëherë qysh mendoj me dalë para Zotit me gabime me gjunahe? Kur dihet se vështirë është para njeriut me dalë me gabime me gjunahe. Kur dihet se para njerëzve është vështirë me dalë kështu publikisht, edhe me i përmend gabimet gjunahe që i ke bë, apo të këqija që i ke bë. Por mos me dalë kështu, edhe por mos me uskuq, edhe por mos me të maltretu Zoti ty në ditën kur do dalim para tij, në ditën e gjykimit para krijesave, kur aty janë me lajket, kur aty janë njerëzit, kur janë xhinët, edhe gjykohen gjithë, e me ta rujt Allahu atë autoritetin të pak që ke, ta ka mundësu para se të shkosh atje, që këtu ti bësh disa punë të cilat janë shkak për fshimjen e gjunaheve, janë shkak për fshimjen e gabimeve. Dhe këtë pyetje çdo njëri prej nesh e kemi në kokë. Çka më bë për me fshi gjunahet? Çka më bë me dal prej kësaj bote pa gjunahe? Që është qëllimi kryesor i secilit prej nesh, me dal të pastër prej kësaj bote. Dhe puna e parë që i fshin gjunahet, që i fshin gabimet, edhe nuk lën gjunën fare, është pendimi i sinqert. Me u pendue besimtari musliman për gabimet, për gjunahet që i ka bë në të kaluarën, me ndjekje ardhje, edhe çka me i qajt zemra. Me i qajt zemra për gjunahet që i ka bë. Sepse në këtë botë gjunahet fshihen me pendim, edhe me lotët që dalin nga zemra. E kush nuk e bën këto, e nuk i djeg, nuk i fshin gjunahet me pendim, edhe me lotë që dalin nga zemra, për shkak të pendimit sinqert, atëherë fshihen në botën tjetër. Fshihen në botën tjetër me zjarr xhenemit runa Zot. Dhe Allahu te bareke ve taala në Kur'anin fisnik thot: "Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa yaghfiru 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Që do të thot, Allahu është ai i cili e pranon pendimin për robët të tij. Pra, këtu heq në dilemen, ama pranon as ma pranon, Allahu vetë po thot: "Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi." Ai është Allahu që e pranon pendimin prej kujt? Prej robët të tij, dhe na jemi robët e tij. Masi ta pranon pendimin, nuk përfundon me kaq. Allahu po thot: "Wa yaghfir 'an as-sayyi'at." Edhe i fal ato gjunahet, edhe i fal Allahu ato të këqijat. Dhe mos harron në fund: "Wa ya'lamu ma taf'alun." Po Allahu e din shumë mirë tash çka keni me bë mas pendimit, çka keni me bë mas kërkim faljes. I din veprat, mos mendo dikush prapë me u kthy tash në ato punët jo të mira që i ka pas përpara. Andaj Allahu te bareke ve taala të gjithë neve na thret që të trokasim derën e tij. Kur them të gjithë neve, edhe ata që i kanë gjunahet më të mëdha, mbi rruzën toksor, edhe ata Allahu te bareke ve taala i thret që të pendohen edhe të mos largohen asnjëherë nga kush, nga shpresa e faljes së mëkateve. Me shpresu çdo herë dhe ato shpresim me bë me bindje se Allahu ka me t'i falë. Allahu te bareke ve taala të gjithë, ata që kanë gjunahe pak edhe ata shumë, ata që kanë të vogla dhe të mëdha, të gjithë Allahu te bareke ve taala i thret: "O robrit e mi, ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." O robrit e mi, që keni ngarkuar veten me mëkate, që keni rënduar veten me gjunahe, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humbni shpresën asnjëherë nga mëshira e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allahu i fal gjitha gjunahet. Kujt ja fal? Atij që pendohet, atij që kërkon falje, atij që i dhem zemra për të kaluarën e tij jo të mirë. E ai që kënaqet me gjunahe, e ai që mburret me gjunahe, e ai që lavdrohet me gjunahe, ai do të përjeton vujtje, do të përjeton mjerim, do të përjeton poshtrim edhe nënçmim në jetën e dunjas, pastaj poshtrimi dhe nënçmimi i madh do të fillon atje kur e merr dënimin në botën tjetër. Vllazën, e kena mundësi me nejt pa gjunahet, sidomos pa gjunahet mëdha. Pendohesh. Edhe në momentin që pendohesh, sinqerisht, edhe seriozisht, ti je sikur ai që s'ka gjunahe fare. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba leh." Ai cili pendohet nga gjunahet, nga mëkatet, është sikur ai që s'ka bërë gjunahe fare. Pastaj e dyta që
i fshin gjunahet prej punëve tona në jetën e kësaj bote është istighfari, me i kërku falje Allahut natën edhe ditën, me i thonë astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah wa atubu ilej, që do të thotë të kërkoj falje o Allah edhe pendohem. Kërkoj falje Allah dhe po pendohem, falë Allah. E ai që i kërkon falje, ai e ka Zotin falës. Se sikur Allah mos kishte falës të lutu sa dush, kërkoj falje sa dush, se nuk është falës, me qenë se Allah është falës i madh. E don falën, ka me të falë. Andaj Allahu te bareke ve taala thot: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafuran rahima." Që do të thot, ai i cili bën keq, aw yadhlim nafsa, ose i bën zullum pa drejtësi vetvetes apo të tjerëve, pastaj çka? I kërkon falje Allahu te bareke ve taala. Pra mas i ka bu keq, mas i ka bu zullum pa drejtësi vetes së vet, apo të tjerëve, i kërkon falje Allahut. Allahu çka po thot? E gjen Zotin e tij, e ka Zotin e tij që falshëm. Puna e tretë që bëhet shkak sebeb për me na i fal Allahu te bareke ve taala gjunahet tona, janë disa ibadete adhurime të përditshme që i kryen besimtari, edhe nga njerë harron që ato bëhen sebeb me ju fshi gjunahet. Po e zamër, unë azot, dikush prej nesh, prej namazit sabat që kemi falsa, deri tash namazin e gjumos, ka bo gjunah. Kush i fshi qëto gjunahet prej sabat, deri në drejk, deri në gjumos, që kë namazit tash që kena me fal. Unë azot, dikush tjetër ka gabu diçka, mas gjumos, deri një kindi, namazit i kindis i fshin ato që në bon mes drekes edhe i kindis. Namazi akshamit i fshin ato gjunahet që në bon mes i kindis edhe akshamit. Namazi jacis i fshin ato që në bon mes akshamit e jacis, dhe namazi sabat i fshin ato që në bo brenda natës. Kjo nuk do të thotë që bëni gjunaha njerëz. Jo mos bëni, po nëse ke bo ndonjë lëshim, ke bo gjunahet vogla, që to të voglat, që to namazet i fshin. Përveç namazit e kemi edhe sadakan, edhe sadakaja, lëmosha që japim në rrugën e Allahut, fshin mëkatet. Sadakaja ta ndryshon jetën për mirë. Sadakaja nëse ke smundje, shëron, nëse ke dhimbje, ti lehtëson, nëse ke halle, brenga, mërzi, ti kalon krejt. Nëse ke fatkeqësi, ta lehtëson me kalu fatkeqësi. Për ata dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, çka i ka porosit besimtarët musliman kur kanë edhe ndonjë çmur dhe mjekësia bashkëkohore i çon dur prej tij, ka thonë dawu mardakum bi sadaka. Shëroni çmurët tuaj me sadaka. Edhe ka njerëz që e kanë dhënë diagnozën e fundit që ky shërim nuk ka më. Pse ka kaluar në këtë staz apo po diu në smundja. Mirë po, mas një kohë, një muja, 5 muja, një vjet, o shëru, qysh ka mundësi? Po se ka dhënë sadaka. Pastaj e kem Ramazanin prak të cilit jemi. Qa kemi boru në Zot për një vit, vjen Ramazani, muj i faljes, të mëkateve, bën ibadet, të falë. Pastaj vjen haxhi, që është sezon madhështore i bashkon muslimanët prej tëna vendeve të botës, edhe shkon besimtari me parë halal, edhe e kryen haxhin çysh duhet, e kryen për hatën e Zotit, jo për emën, jo për pozitë apo për diçka tjetër. Kur kthehet prej haxhit, a dini çysh është? Prej mëkateve, sikur fëmin kur e ka lind nam. Pastaj vllazën prej punëve që bëhen shkak sebeb, me na i fshi, me na i falë Allahu gjunahet, është edhe doaja që ne e bojmë para ato të vdekurin. Pra, i vdekuri ka shku tek Zoti, më lidhen besimtar musliman, sa ma shumë numër është e rëndësishme. Po më e rëndësishme është ata që janë aty, sa shumë problem numri, po ata që janë me qenë çka, me qenë besimtar të devotshëm, edhe bojnë do lutje për ato të vdekurin, ai duke qenë i vdekur aty para nesh xhenazja i falën gjunahet. Për shkak të duave, të lutjeve që i bojnë të gjallët për të vdekurin. Pastaj shkak për faljen e gjunaheve tona është shefati, ndërmjetësimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam për ata që kanë bërë gjunahe të vogla apo të mëdha, sepse çdo pejgamber që ka thënë Allah i ka dhënë lutje të pranuara. Edhe ja ka pranuar Allah. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam, pejgamberi ynë, pejgamberi i fundit nuk ka bërë lutje, e ka lënë lutjen dënë e tina për ata që kanë bërë gjunahe kur dalin para Allahut te bareke ve taala.
edhe fundit që po e përmeni, e je fundit këtë se ka dhe shumë të tjera, po një që duhet çdo herë të lutemi edhe që të arrim atë është rahmeti, mshira e pakufishme e Allahut te bareke ve teala. Nëse këtë që të tjera si kin rregull, atëherë ke pas bindjen që ky Zoti që e adhuron dhe është i denjë, është meritori për adhurim, edhe është i gjithëmshirshëm, edhe ke shpresu mshirën e tina, në fund Allahu me mshirën e vet nxjerr prej sprovave, nxjerr prej krizave, nxjerr prej belave në këtë botë, edhe në botën tjetër nxjerr prej zjarrit të xhenemit, runa Zot prej tij.